Mirësia është gjuha që nuk ka nevojë për fjalë. Ajo kuptohet nga çdo zemër. Një të lutëm, një faleminderit, një buzëqeshje e vogël, një dorë që ndihmon, janë gjeste që bëjnë botën më të butë. Respekti fillon me ne, me mënyrën si flasim, si dëgjojmë dhe si i trajtojmë njerëzit përreth nesh. Kur zgjedhim të jemi të sjellshëm, ne shpërndajmë dritë. Kur tregojmë respekt, ne ndërtojmë besim. Mirësjellja është forcë, jo sepse na bën më të fortë ndaj të tjerëve, por sepse na bën më të mirë me veten. Çdo fjalë e mirë është si një rrezë drite, që prek një zemër dhe le gjurmë të bukura. Le të sillemi me dashuri, të flasim me zemër dhe të respektojmë me shpirt. Sepse një fjalë e mirë dhe një buzëqeshje mund të ndryshojnë ditën e dikujt.